Ja dhe keku jon dietik është gati, ka një shije shumë të mirë. Për përgatitjen e këtij keku dietik na duhen 2 kokra mollë, 2 banane, 100 gram arra, na duhen 2-3 lugë mjalt, 1 baking powder ose pluhur për pjekje, na duhet 1 lugë me kakao, kanellë, 200 ml qumësh edhe 10 lugë me tërshër. Fillimisht do nisim recetën me shërimin e mollëve dhe grirjen e tyre në rende. Pasi kemi shëruar mollët, do t'i grim në rende nga pjesa më e madhe. Këto janë mollë shumë të bryllta dhe bën shumë kollaj. Ja dhe mollën e kemi mbaruar së griri. Bananet do t'i shërojmë edhe do t'i hedhim në një tas me ndihmën e një piruni. Do t'i shtypim. Do t'i shtojmë 2 kokra të vezës. I përzihem mirë me bananën. Më pas do shtojmë mollët e grira. Kanellë. Dhe do i trazojmë sërish mirë. Do shtojmë kakaon. Ju mund t'i rendisni ashtu siç ju vjen më përmbar juve, sepse do përzihen të gjitha me njëra tjetrën. Tashmë ka ardhur momenti që t'i hedhim qumshin. Por unë hodha qëllimisht më mbrapa pasi do bëhej shumë e madhe masa dhe nuk do kisha mundësi që t'i përzieja. Do shtoj 3 lugët e mjaltit. Në fakt mjalti është nga mjaltët më të mirë dhe siç e shikoni unë e kam mbaruar gjithë vazën. Gjithmonë mjaltin e marr në të njëjtin vend, që është Bletari Hoja. Mund ta gjeni në të gjitha rrjetet sociale dhe më besoni që kam mjaltin më të mirë që kam provuar deri tani edhe nuk e ndroj me asnjë gjë tjetër. Do hedhim arrat, të cilat i kemi ngrirë. Kemi bërë në copa më të vogla. Pjesën tjetër të qumshit. Gjëja e fundit që do bëjmë është tërshërën, por unë do ta ngri, do ta bëj më të imët. Nëse nuk keni mundësi që ta bëni më të imët në blender, mund t'ja hedhni edhe kështu, s'ka problem, por unë dëshiroj që ta ngri. Pasi e kam ngrirë pak tërshërën, do e përziej të gjithë masën. E përzijem mirë. Ja dhe masën e kemi gati. Tavën ku do ta pjekim i kam vendosur letër kuzhine vetëm për poshtë edhe tashmë do hedhim të gjithë masën. E përhapim mirë në të gjithë. Për zbukurim do t'i vendos disa arra. Mund edhe mos t'i hidhni fare, nuk ka asnjë lloj problemi. Tashmë do ta vendosim të piqet në një temperaturë prej 200 gradë për 25-30 minuta. Ja dhe kekun dietik e kemi gati, është pjekur ashtu siç duhet, po e lëm të ftohet pak edhe më pas do e servirim edhe do e shijojmë.